Të nderuar bashkëdhëtar, shfrytëzoj rastin t'ju përshëndes, uroj që fati, shëndeti dhe gjithçka mirë, energjia pozitive t'ju përcjell çdo hap të jetës. Ju ftojmë pra ta organizojmë marshe paqësore. Të fillojmë me 1 qershor prej sheshit Skënderbeu deri te biblioteka kombëtare. Dhe kjo t'i organizojmë 3 dile, që me 21 qershor kudo në botë marshe paqësore të organizojnë për kauzën e njëjtë, për të thirrë vetdijen, ndërgjegjjen e qytetarëve, ta gjejnë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, të faljes dhe mirëkuptimit për të mirën e vetvetes, familjes, fëmijëve, natyrës dhe gjithë njerëzimit. Kjo është një thirrje kreative që synojmë që artistë e botës ta promovojnë, edhe këngëtarët tona para çdo performance. Është koreografi me zemër dhe shpirt, dhe synojmë që t'i motivojmë bashkëdhëtarët tanë me 21 qershor në çdo vend të botës manifestojnë në orat 12 me sloganin dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, love, peace and goodness to everyone. Edhe në mramje të organizojnë aktivitete kulturore, mramje shoqërore me komunitete ndryshme dhe të lobojnë që vendi jonë vend paqësor njihet. Pastaj do të lobojmë që edhe me 21 shtator ditën botërore të paqes të manifestojmë, edhe me 21 dhjetor të organizohet gala mramje në nivel global, edhe festivali paqësor Zëri i energjisë pozitive në çdo qytet botës, dhe gala mramje me bazë në vendin tonë, që te biblioteka kombëtare të organizojmë sheshin e energjisë pozitive, qendrën e energjisë pozitive, ku do të jetë edhe qendër tregtare, po do të jetë edhe qendër medituese, po do të jetë edhe qendër orientuese, që gjithë bota ta kthej vëmendjen nga vendi jon, e prej atu turistat do shkojnë për vallë, Bajgor, Rrugov, që nuk do të mbetet as një shtëpi, që nuk do të hauzohet, që nuk do të materializohet, që do të synojmë që përzimin, gjelbërimin e planetit tonë nga vendi jon ta fillojmë, dhe forumin për klimën dhe paqen në botë në vendin tonë ta bëjmë, që Dardania të bëhet vend paqësor dhe jo ta gëzoni energjinë pozitive me fëmijët e juaj, me familjet e juaj, me shoqni, që zëri i energjisë pozitive nga vendi jon kudo në botë dëgjohet, që paqja dhe mirësia në trupin e juaj, familjen e juaj, te fëmia e juaj dhe kudo në botë ndaj. Ju falenderoj në mirëkuptim, ju presmi në bashkëpunim, pra ju presmi me 1 qershor prej orës 12 te sheshi Skënderbeu para qeverisë Kosovës, të bashkohemi me mendim dhe qëllim të mirë për shembjen e egos, për shembjen e energjisë negative që të keqe me të mirën ta ndryshojmë. Ju falenderoj në mirëkuptim, ju presmi në bashkëpunim.